të ofron vitin 2030, por akoma nuk ka filluar fushata e vitit 2020. Pse shkoi deri tek viti 2030 zoti Andoni kur tha që edhe në kryet Partisë Socialiste do të jetë një zonjë dhe një kandidate për të qenë sërish kryeministre nga radhët e Selis Ros. Çfarë tregoi me këtë? Ku donte, pra, më themi, cili ishte mesazhi që donte të jepte? Qartë. E vlerësoj shumë pyetjen tuaj, sepse është shumë logjike. Me çfarë shikohet dhe me çfarë logjikohet? E para, zoti Rama nuk e mendon fare kundërshtarin e vet. Domethënë e parazon me zero, pa çka se kundërshtari vet, pa çka problematikave jo të vogla që ka Partia Demokratike dhe djathtë shqiptare. Se besoj që zoti Sula do preket disa gjëra më pikante se unë për sa i përket së djathtës. Po ka një problem që zoti Rama me çfarë shikohet është gati në projekcione për të bërë ndryshime kushtetuese, të cilat mund të japin fuqi presidentit të vendit. Me qëndro pak këtu të lutem. Me qëndro pak, ndjes që të ndërpres. Sa janë gjasa që kjo të ndodh, me qënë se më artikulove, në një kohë që pas një mandati qeverisës tjetër, nëse do ta konfirmoj zoti Rama pra një mandat të katërt, të kaloj si president, po përpara saj, të bëjë ndryshime kushtetuese dhe të kalojmë në një republikë presidenciale që mund të sillte edhe ndryshime të mëdha? Shikoni, ka një element, ju e dini që mandati i zotit Begaj mbaron mos gaboj për 2 vjet. Në qoftë se jam i saktë. Dhe keni parasysh që zoti Rama, në qoftë se ka atë majorancë të cilën ai e beson, është fare lehtë në Shqipëri që ti të kthesh deputet në anën tënde. Dhe ju e keni parë, besoj personalisht, që me lëvizjen dhe tregun e deputetëve, po përdor një fjalë që ndoshta është e papërshtatshme, por që është realitet. Nuk është e vështirë për të bërë numrin e 84 deputetëve. Në qoftë se po them gjithmonë, në qoftë se bëhen gati 70 ca deputet nga ana e Partisë Socialiste, dhe kjo i hap rrugë ndryshime kushtetuese. Dhe zoti Rama në formë shumë të zgjuar e lë mandatin e kryeministrit për t'i kënd tjetër nga partia e tij, sepse unë jam i sigurt që zoti Rama nuk do jetë kaq i sigurt për mandatin tjetër, edhe këtë mandat Partia Socialiste është e konsumuar gati në skript të saj. Dhe të bëj këtë ndryshim të logjikshëm. Dhe ju e dini me atë fuqi që ka ai vendos kryeministër këdo që ka në kokë. Dhe çfarë shikohet, ai ka gati dhe emrin e kryeministres së ardhshme të vendit tonë. E para për të treguar para opinionit ndërkombëtar pjesën gjinore që funksionon, dhe zoti Rama e ka bërë këtë eksperiment dhe herë tjetër me qeveritë e tij, ku ka pasur masivitet përfaqësimi femëror, por nga ana tjetër i jep edhe një lloj kauze tjetër pushtetit të vet. Por kuptoni, është më shumë zgjatje pushtetit të vet, që unë nuk e di për çfarë do një pushtet kaq të madh, por pushteti matet realisht me mirëqenien e popullit tonë, dhe pa çka që ai ka tashmë, të themi, velave të tij tashmë i fryn një herë shumë e mbar, sepse me çfarë shikohet Shqipëria do futet brenda vitit 2030 në Bashkimin Evropian, dhe ai mund ta përdorë shumë mirë këtë siç ka përdorur zoti Berisha gjithkohën NATO-n dhe liberalizimin e vizave për pushtetin e vet. Dhe për ne shqiptarët problemi ngel që ne po ikim nga vendi jonë, qytetet po braktisen, fshatrat pothuajse janë braktisur, ndërsa politikanët vazhdojnë me një retorik që nuk i shkon fare realitetit. Po, do më qëndrosh pak, zoti Andoni, që të bëjmë pjesë të bisedës, edhe zoti Dashnor Sula ishte deputet i Partisë Demokratike, ndërkohë tani duhet të di si të prezantoj.